E fokusuar në turizëm, Lezhë do të nxjerrë edhe gjatë vitit 2026 udhërrëfyes turistik të certifikuar për t'i shërbyer këtij sektori. Në bashkëpunim me Poseidon Travel është siguruar kursi për udhërrëfyes turistik i akredituar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, ku bashkia do të mundësoj pagesën e 50% të vlerës së certifikimit, ndërsa pjesa e mbetur do të mbulohet nga kursantët. Gjatë takimit sensibilizues për nxitjen e të rinjve që bëhen pjesë e kursit, drejtori i turizmit të Bashkinë Lezhë, Ronaldo Xhanaj, tha se guidat e certifikuara janë një domosdoshmëri për Lezhën, e cila po njeh çdo vit rritje të numrit të turistëve. Kemi formatuar një program ku bashkia ul 50% të tarifes, duke i ofruar mundësi të rinjve, po dhe personat e tjerë që kanë dëshirë për të marrë turizëm, duke pas një shtrije bregdetare që vitet e fundit po shtohet numri i turisteve, kemi shikuar që është shumë e nevojshme edhe për guida, ku operatorët turistik kërkojnë guida për t'i shoqëruar edhe në vende të tjera përveç plazheve, siç kemi Memorialin Skënderbeut, Kalan, apo edhe kishat e vjetra, apo edhe fenomenet të mira të agroturizmit, për t'i ofruar ditë të ndryshme, por edhe për të plotësuar komunitetin e zonës. Është një mundësi e mirë se ne gjatë sezonit veror kemi pas agjenci turistike, kryesisht nga Polonia, që kërkonin guida të certifikuar me gjuhën angleze për t'i shërbyer atyre dhe për t'i udhëzuar në zona turistike përreth Lezhës. Dhe pagesat kanë qenë shumë të mira që kanë ofruar ato, por me rritjen e guidave, me rritjen e personave që do jenë nesër të certifikuar, do ketë edhe mundësi, po edhe putësime për rinjin e zonës. Me këtë lëvizje, e cila vijon prej 3 vitesh, Bashkia e Lezhë synon të ndikojë tek turizmi, duke mundësuar edhe një shërbim thuajse të munguar në këtë zonë. Kurrikula duhet të jetë e plotë dhe azhurnuar me të rejat që vijnë nga fusha e turizmit, duke mundësuar kushtet më të mira për të interesuarit.